Përshëndetje dhe ja ku shihemi edhe në episodin e kësaj jave të Zero Cap Podcast. Mos harroni njerëz që më shihemi në këtyre na bëni follow në TikTok, në Instagram dhe subscribe në YouTube, ku na gjeni me episodet tona të reja çdo të premte siç e thash në orën 18:00, pra në orën 6 të pasdites. Sot duke qenë se u rikthyem pak në atë kohë kur kemi bërë episodin për fallin, për fallxhore, na erdhi një flashback që e keni akoma në faqen tonë me emrin Fallin, nëse doni ta shikoni. Na erdhën shumë komente edhe vazhdojmë na vin akoma për këtë. Dhe biles kemi marrë shumë sugjerime që ne duhet të vazhdojmë të flasim për këto temat që kanë bërë me teoritë konspirative, ngjarje të frikshme, biles pak më vonë të zbulojmë disa histori të frikshme ose ngjarje horror që ju kanë ndodhur vetë njerëzve që na ndjekin në kontakte. Rrjetet sociale, në komentet tona më saktë, na kanë shkruar dhe ne kanë dërguar dhe kemi zgjedhur një 3 histori të lezetshme që do t'i lexojmë më vonë. Por fillimisht ne vendosëm që kësaj herë të flasim për diçka që ka të bëjë me teoritë konspirative, që dëgjojmë kudo, dëgjojmë pafund, domethënë çdo ditë e re një teori konspirative e re. Edhe për politikanët madje, edhe për këta çaston dhe me që jemi edhe fazë zgjedhjeve të flasim edhe për teori konspirative që kanë dalë për politikanët shqiptar, por fillimisht le të cekim këto teoritë konspirative më kryesore që ndoshta dhe ne vetë, për të mos thënë i besojmë, mendojmë që prit pak se aty ka diçka që nuk qëndron. Një teori konspirative që po qarkullon shumë nëpër media kohët e fundit, nisur nga një vajzë e cila ka qenë pjesëmarrëse tek ferma VIP, ka shprehur në një deklaratë të saj ku vëllai ka lindur si një fëmijë dragua. Dhe në fillim, besoj se unë të gjithë njerëzit e tjerë nuk e kanë besuar si ndodhi. Ose nuk kemi atë kulturë dhe nuk kemi informacionin e duhur për se si mund të jetë, si mund të vinë jetë një fëmijë dragua. Kjo është nga ato legjenda tipike të shqiptarëve, domethënë më kuptoj që ka dalë një plak para shumë kohësh dhe ka thënë një gjë të tillë. Mund të jetë, edhe thashë them, ose thjesht mund të jetë një histori e shkruar diku. Po ekziston si teori konspirative ose ndoshta më saktë si legjenda të vendit tonë. Është pikërisht teori konspirative. Ekziston si gjë. Dhe me çka kam parë se do unë mbaj mend që e kam njohur këtë gjë si rast, se biles me këto tregojnë gjyshrit e tjerë dhe është e përhapur gjithandej, thonë që këto kanë kështu si flatra por sjellës, po që e tha edhe Daniela te intervista. Ajo kishte shprehur që vëllai se ka patur flatra nën sjetulla dhe zakonisht ai dilte netve me shi dhe gjithashtu ka ndruar jetë, në momentin që i vllai se ka ndruar jetë, kanë ndruar disa arkivola njërin pas tjetrit sepse ai zgjatej gjatë kohës, domethënë gjatësia e tij pas vdekjes ka qenë që zgjatej minutë pas minute. Edhe është një informacion që ajo për sa kohë që ka dalë përpara të gjithë Shqipërisë dhe po jep si deklaratë për më tepër që po flet për vëllain e saj, patjetër që ndjesia është e dhimbshme dhe është diçka e prekshme, por nuk është aq e besueshme. Kam lexuar më tepër dhe ishte diçka që fliteshte shumë për para erëson. Pra, ndodhi që ka ndodhur më përpara ishin të tepërta, domethënë nuk është një numër i vogël personash që thonin që ekziston si fenomen. Ishin shumë persona të cilët para erëson nuk e besoj se çove shumë përpara, po kam përshtypjen disa shekuj më parë. Okej, edhe shekuj më parë. Vite. Dhe thonin që do vijë dhe si ndodhi do përsëritet ende mbas disa viteve. Po, ideja është që mund të shtoj diçka për këtë gjë. E kam dëgjuar shpesh si histori të tilla ngjarje, por nga ana tjetër kam dëgjuar edhe një teori konspirative mbi këtë teori konspirative që zakonisht në fshat kur femra linte vajzë e fshehte nga burri i saj sepse ishte turp në atë kohë që ti mos të bëje dot një djalë, kupton? Dhe në mënyrë që jati mos ta shikonte që ajo është vajzë, ajo thoshte që nuk duhet ta shikosh fëmin, se nëse ti e shikon ka për të vdekur dhe prandaj shije. Ja, këtu do dilja unë. Janë teori ndjes, janë teori që vijnë edhe nga shoqëria maskiliste, po. Të tilla sepse që më përpara kur kemi patur prezent për shembull një sultan të një vendi, sultani gjithmonë ka dashur pasardhës, pra donte patjetër gjininë mashkullore që trashëgimonte gjithë mbretërinë e tij. Rremi desh vrau vetën se boni gotë. Mbretëri dhe perandori, po ideja është edhe për njerëz të thjeshtë. E kam Ore, ajo vazhdon sot kësaj dite, po ndoshta sepse Redi tha që këto thon për fëmijë draguaj që nuk mund t'i shoh askur sepse vdesin. Në momentin që dikush i sheh. Dhe unë pikërisht do të thoya se detajin që po ka thënë Daniela, për shembull që ato dalin fluturojnë natën, jo vdiq pastaj zgjatej, unë nuk e kam dëgjuar në këtë lloj tipi. Në një video që unë kam parë para ca kohësh, kam qenë i vogël, fiksosha shumë me këto mitologji të legjenda shqiptare, edhe shikoja shumë në YouTube.
thuhej që këta fëmijë, domethënë, personi i tretë që ata shohin, po jo detyrimisht që ky personi i tretë që ishte vdes, pra nëse unë jam një fëmijë dragua, shoh ty, shoh Redinelën, personi i tretë që shikojon do vdes ai personi. Dhe në momentin e parë që një person përveç personit të parë që mua më ka parë në momentin që kam lindur, më shikon atëherë do vdes. Pra nëse mua më ka parë për shembull këtë diun mamia, besoj ke pas mamia saj kohë, po nejse kështu po e lëm, kur kam lindur mua më shikon vetëm ajo. Kam lindur shpin, ka parë gjyshja, vetëm gjyshja më ka parë mami, okay, vetëm mami në këtë rast. Pra vetëm personi i parë që e shikon momentin që lind ky fëmijë mund ta shohë dhe pa problem fare. Në të kundër dikush tjetër vdes. Është komplet idiote. Këtë rast po e bëjmë sikur të jetë, siç e thashë edhe unë para herës son, por rasti i Danielës si bie diku para 30 vitesh, domethënë nuk është. Shiko, Shqipërinë s'ka ndodhur për 30 vite, kështu që para 30 viteve kemi qenë shik para komunizmit, fundi i komunizmit, ajo periudhë kohë sa i bie. Para 30 vitesh ishte akoma lirimi ai dënimi me vdekje në zbatim, imagjino. S'bën habi. Ore, po të kapësh legjendat e shqiptarëve dhe gjërat që thonë dhe për gjinde, për shpirtra, për fantazma, më parë me thënë drejtën. Këtej Tromax është duke i qeshur, po këtej thu sa popull ignorant jemi thellë. Histori me gjindën që përmende, si gjithmonë. Kam dëgjuar një histori, po më ka ardhur shumë për të qeshur sepse mënyra se si po e tregonin sikur ishte një gjë super fiction, ndërkohë që unë po mendoja diçka komplet tjetër. Në një fshat, shumë vite më përpara, u martua çifti, shumë bukur, me trashëgime, mirë po nusja ishte aq e bukur, thoshin fshatarët, a vjerra, nuk e di se kush, sa që atë e merrnin gjindet natën. E ku e çonin? Mister. Edhe një herë, dy herë, vinin nga ora 3, nuk e di. Nga ora 3 kështu. Fikse në orën 3, atë derën nuse. Edhe gjatë kohës që këta vinin dhe merrnin nusën, tërë shtëpia ishte në gjumë. Saqë u bë shumë gjë e madhe në fshat, kupton? Dhe në momentin që u mblodh tërë fshati që të shikonte se dalë ku ikte nusja, kupton? Ishte tërë fshati brenda në këtë shtëpi dhe në orën 3 tërë fshati sigurizoi gjumi për 5 minuta dhe u zgjuan direkt dhe vetëm kur shikojnë nusën që ishte duke e marrë dikush. Ju ka dhënë nusja valium atyre, ka i ka bredh me. Nuk e shikonin se kush po e merrte sepse nuk dukej asgjë tjetër. Edhe në momentin që dikush më tha këtë gjë, unë thjesht nusja ka dashnor. Po, e thash unë, nuk të duket pak sikur nusja ka ndonjë dashnor ose ku di unë, ose jo një, po shumë se vënë tërë fshatin gjumë, kupton? Po. Jo, është histori e vërtetë. Se di, si mund ta besoj? Domethënë, imagjinoj të jetë e vërtetë. Nuk e besoj. Shiko, unë me thënë drejtën se këto gjindet edhe shpirtra dhe në fe ekzistojnë si gjë. Po më duken shumë të pabesueshme, në sensin jam konshient që prit se edhe momentin që ne jemi këtu mund të jetë dikush ndonë. Po pra, po të jetë kaq e sofistikuar çdo natë në orën 3 ta marrin nga krevati, mos ta ndjej ai burri, po tash ç'lidhje ka se në krevat me burrin ka fjet. Mos e besoni çdo histori. Jo pikërisht me historinë që përmendi Redi, po dhe unë jam një person që tek fantazmat, shpirtrat, gjindet jam 50 me 50, domethënë nuk besoj. Po kur janë njerëz që ma dëshmojnë që i kanë kaluar vetë në lëkurën e tyre, aty sikur hutohen pak, sikur them po mbase është e vërtetë dhe kjo që po thot, se mund të dalë një person dhe gënjen për një gjë, po jo të gjithë njerëzit e gënjejnë. Ka diçka që me vërtet nuk shkon dhe mund të jetë e vërtet. Unë për shembull, është edhe një rast që është përmendur edhe në një televizion, po nëse nuk do përmendim emra, një person i njohur ka shprehur se e rahin gjindat natë. Tani ta kuptojmë. Ky person që ka treguar historinë është imazh publik. Po, është imazh publik dhe ka shprehur edhe në një televizion publik si histori të saj. Si e rahin gjindet? Ajo flen. Jo, si ndodh, po pyes për procesin. Ajo flen normalisht dhe zgjohet natën me shenja, domethënë, ajo ka shenja kudo në trup. Shera, një për shembull nga shpulla, grushta, pika të zeza, topa të zeza të vrarë ose të gërvishtura, her pas heri ndodh për shembull edhe kot nga hiçi duke hecur, mund të trashkasi komplet kot nga hiçi dhe mund të trashkasi me trupin shtrirë dhe mund të vritet në fytyrë kur fytyra nuk e ka vrarë fare në aksident, kupton? Ndodhin shumë ndodhi dhe zgjohet nga gjumi në mes të natës, dalin imazhe njerëz përpara njerëz që nuk i njeh. Duke sikur e tërheq dikush që nuk është ekzistencë. Po mirë, ai thon gjë në ëndra këto?
Nuk e dim, aq thellë nuk janë futur, por që janë gjëra që realisht Pyetja i ime, kam hasur her pas është here. vizituar vajza, djali Patjetër, në është vizituar, psikiatër? psikologun e ka aty afër dhe psikologu vetë pranon që janë gjëra që mund të ndodhin. Ajo nuk ka, ajo nuk ka nevojë për psikolog në këtë fazë, ajo ka nevojë për psikiatër sepse ajo mund të ketë kaluar në psikozë. Janë edhe për këtë kam një pyetje sepse ti edhe studion psikologji, psikiatri, psikologji. Po, çfarë është kjo gjendja e psikozës? Se kam kuptuar kur, domethënë si e kalon një person psikozën. E kalon nga hiç apo ti duhet të kesh gjëra pas radhe që ti je i smur me kartel dhe prit pak se ndodh kjo gjëja. Mund të jetë e trashëguar, nuk ka lidhje, domethënë nuk ka mund të mos ndodhi asgjë. Mund të triggerohet nga diçka, por që jo domosdoshmërisht. Pastaj ka për shembull nëse ti ke kaluar një traumë shumë të madhe, edhe mund të vuash nga ankthi edhe tëra këto PTSD-a, domethënë bëhet një grumbull i madh që mund të kalosh, po është shumë e vështirë. E vështirë sikur po e bëjmë sikur do jetë ndonjë gjë që duhet ta fitosh. Unë kam dëgjuar edhe një rast, nuk e di bilesti fare, ma ke thënë m'duket që nëse pi bar, mund të kalosh psikozë dhe ngel përgjithmonë ashtu? Jo, si është domethënë? Të jepet ajo ndjesia sikur Jo, më ka thënë që ngel gjithmonë haj. Të më ka thënë që ka thënë që domethënë kalon një farë gjëje në momentin që je haj dhe pastaj është rreziku që të ngelesh gjithmonë në atë gjendje, mos kthehesh ku në normalitet. Ka lidhje me këtë apo është gjë tjetër komplet ja futa kot? Për shembull, drograt që kanë efekte shumë të mëdha, ndonjëherë nëse nuk ka rëndësi nëse pish shumë apo jo. Për këtë nuk kam shumë informacion të saktë, them drejtën, por që ka raste që nëse ti kalon në atë ndjesitë e halucinacioneve ose e kupton që ke edhe atë de realizimin që mendon sikur ti nuk je ti ose njerëzit që të rrethojnë ty nuk janë vërtet ata, e kupton? Mund të ndodhi që ti të qëndrosh në atë gjendje, mund të qëndrosh në psikozë tërë jetën tënde dhe sepse ajo gjendja, ato efektet ty të ikin vetë, nuk është se ti bën ndonjë gjë që ty të ikin mendimet kur ti pi bar ose kur ti pi ndonjë drogë tjetër, kupton? Thjesht ikin vetë. Ka me të dëgjuar. Me të dëgjuar vetëm. Edhe ka raste që nuk e di për marijuanën, them drejtën, por di për drogat e tjera që po mund të qëndrosh tërë kohën në psikozë, kështu që kujdes me drograt. Edhe këtë ka me të dëgjuar, nuk e ka kaluar vend psikozë ndonjëherë. Se bisha ka. Jo, me që dole te pjesa e derealizimit, kjo teori, ndoshta ato nuk mund ta quash me fill teori konspirative, por diçka që mua më kanë thënë që kur përjeton këtë lloj ndjesie, ka një shans të lartë që të kalosh në psikozë. Dhe është pikërisht fjala për këtë derealizimin, prandaj doja të pyesja pak më qenë se edhe çik më e degës, ti je psikologji në fakt, po tu ndosh nga psikiatria me çka ke thënë etj etj. Po, kam shumë shë. Po, tani me pak fjalë derealizimin, për ndoshta që nuk e di, më ka ndodhur 1-2 herë nga hiçi, nuk e di se si, ose ndoshta nuk më ka ndodhur, se kjo kam përshtypjen në shtërm klinik apo është siç është paraliza gjumit, nuk e di nëse vërtetohet klinikisht. Po, nëse me mendjen time mendoj që më ka ndodhur 1-2 herë, me pak fjalë gjatë derealizimit ti ke një lloj ndjesi që duket sikur truri jot vendosen në një kështu në një survival mode, pra në sensin që duket sikur koha kalon shumë ngadalë, sikur gjërat që ke përreth, domethënë kalojnë shumë ngadalë çdo proces, ku ta diu mund të jesh duke parë lavatriçën se si rrotullohet, ai mund të bëj ku ta diu 500 lëvizje për një sekond, ty të duket sikur ajo do 1 orë për të bërë një lëvizje. Edhe ke edhe këtë ndjesim tjetër, për shembull që të duket sikur gjërat nuk janë reale. Pra fillon e mendon gjëra të tipit që prit pak ndoshta unë s'jetoj fare dhe jam po kjo ose mund mendosh për shembull që unë nuk jetoj fare, më thjesht jam një ëndër, një siluet në ëndrrën e një personi skizofren për shembull. Pra vendosen në pikpyetje gjithë ekzistencën dhe mënyrën se si e curon dhe vazhdon bota të procedojë me proceset e saj. Është sikur evidenton një çarje në Matrix, domethënë nuk di se si ta shpjegoj sa i qartë jam. Dhe për këtë më kanë thënë që gjatë një episodi të tillë është shumë i lartë shansi që nëse e zgjat si gjë dhe nuk të largohet, mund të kalosh në psikozë të përhershme që më duket si skizofrenin. Po, nëse ti për shembull e shoqëron me simptoma të tjera, si për shembull përmenda edhe më përpara ankthi ose traumë PTSD, ke një shans, domethënë unë po të them thjesht aq sa di unë, nuk është se kam diplomën të përfunduar ose ku di unë, thjesht aq sa kam mësuar, aq po të them, por që
kujdesu për veten Revisa. Kam premisa për të bërë skizofren, domethënë. Kujdesuni të gjithë për veten, se Ndoshta. janë sa gjëra që s'janë të shkruar dhe nëse janë Prandaj relatat them shumë se- të vogla që ulta që mund të ndodhin, gjithsesi thjesht kujdesuni për shëndetin tuaj mendor. Doja të cekja dhe një fakt tjetër që më përpara njerëzit nga që nuk kanë pasur shumë informacion për smundjet mendore, për shembull një person autik ata e konsideronin të mallkuar për shembull ose një person skizofren ata thoshin e kanë çmendur. pushtuar xhindet, Xhindet. kupton? Akoma sot e kësaj dite në mentalitetit e vjetra ekziston akoma si mendim. Për shembull, një nën nuk e çon fëmijën e saj autik për t'u vizituar sepse ka turp dhe mendon se kur fëmia është i mallkuar, ndërkohë që ai thjesht ka një gjendje e cila është shumë domethënë në këtë kohë është shumë e kurueshme. Nuk është e kurueshme, po është ende ky mentalitet. Jo, është akoma Është, vazhdon. Po ti ke ende njerëz që thonë që ke fëmin autik dhe është i çmendur fëmia se pranojnë. Është e faktuar. Unë kam pasur në klasë raste të Prandaj këtij them tipi që që dhe më janë përpara deklaruar disa me letra gjëra, tamam. Më përpara, domethënë disa gjëra, sidomos në kohën e gjyshërve tan, disa gjëra konsideroheshin jo Normale. Po, jo normale, ose ja hidhnin fajin xhindeve, fantazmave, shpiknin lloj-lloj gjërash vetëm e vetëm që mos pranonin një smundje mendore që ata kishin. Po kjo ka ndodhur vite më parë, se po jetojmë në një Po, realitet që po flas akoma që ka njerëz E kuptoj, po jetojmë në një realitet që mbas muajit të tretë shtatzanis, mjekët dhe mjekësia ka arritur në përfundimin që ti bën një analizë për të parë nëse fëmia jot është i shëndetshëm nga ana e të qenurit autik ose down, ose nëse nuk është një fëmijë normal. Edhe për autik dallohet? Jo, për autik jo. Po pra, Okej, për down. Për down, më thënë, mbas 3 muajsh të shtatzanis, mjekësia e ka arritur këtë gjë dhe të diskutohet akoma si Jo, ideja është që ka njerëz. Ore, unë kam që pasur bëjnë në postush shkollën normale. time, bile se kam pasur edhe në klasë, ka qenë realisht, por autik, por me letra ka qenë deklaruar si njëri normal se pranonte familja. Pra, ndodhin. Nuk janë gjëra që nuk ndodhin në shoqërinë tonë. Duhet ndodhin, po është temë tjetër, mos të futemi fare se ka shumë arsye gjëra pse mund ndodhin këto. Për ta pasur turp. Miku goja shtremt. Jo, goja shtremt. Tani kalojmë te ato histori që na kanë çuar njerëzit, to tre histori na keni dërguar vetë ju. Na falni se u bë çik gjatë derisa i përmendëm, po gjetëm momentin e duhur për ta risjellur. Kjo në fakt historia që do të them nga një secili, po patët prapë na sillni se janë interesante. Tani ky që do lexoj unë ka të bëjë me paralizën e gjumit. Ose gjëra të tilla, çfarë do lloj historie ose teme që ju keni dëshirë që neve ta cekim këtu në tavolinën tonë, thjesht na komentoni. Edhe bujrum hajtini edhe vetë, ne ju presim. Tani, në verën e vitit 2022, kur isha 16 vjeçe, përjetova një nga momentet më të frikshme të jetës time. Motra ime gjatë kësaj kohe kishte pësuar një aksident me makinë dhe një natë të caktuar, pra jo shumë larg pasi kishte ndodhur aksidentin, rreth orës 3, ndërsa ajo dhe mamaja po punonin për një dorëzim shkolli që motra kishte, duke qenë se ishte e dëmtuar po e ndihmonte mami vet, vendosa që të bëj një dush para gjumit, thot vajza. Ndërsa lahesha, ndija sikur dikush po më shihte, Vladimir dhe nanqet kur fërkon syt, ashtu themi të gjithë nëse. Kur pash në pasqyrë, në reflektim qëndronte pas me një vajzë vogël me flokë të gjata e të zeza. Kur u ktheva, ajo nisi të lëkundej nga e majta në të djathtë duke kënduar la 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 la. Si këndonte? La la, tani nuk kam qenë aty që ta di se si e bënte ritmin, po këndonte la 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 la. Më kapi paniku dhe pa pritur e gjeta veten në shtrat. Mos qeshni, barkazi dhe e pa afë që të lëvizja. Syti kisha hapur, shikoja dhomën, por truri im ishte i paralizuar. Në sfond vazhdoja të dëgjoja këngën e vajzës dhe këtu thotë që e njoha paralizën e gjumit për herë të parë dhe akoma sot tek kësaj dite ka episode që mund të përjetoj të njëjtën gjë. Pra që shikon vajzën që këndon la 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 dhe i lëviz nga majta zgjathtas. Domethënë ajo ka qenë shtrirë në krevat, ka qenë tull në gjumë. Në ëndër është bërë realitet që ka shkuar në banjë, po bënte dush. I ka dalë domethënë vajza vogël duke u valvitur, duke kënduar, ndërkohë ka hap sytë në gjumë dhe ti nuk lëviz dot, je si e paralizuar. Etj. Kjo është ndër gjërat më të skandaloze, më të frikshme që mund të ndodhë dikujt. Më ndodh shumë shpesh, madje para një jave më ndodhi. Edhe nuk jap dot shpjegim se si nuk edhe sikur të ta shpjegoj me detaje paralizën e gjumit, askush nuk ka për ta kuptuar aq shumë sa e kupton vajza në fjalë që ka. Një person që përjeton me lëkurë. Nuk është e tmerrshme. Dhe fakti që thotë që vazhdon akoma dhe mund të ndodhë një gjë e tillë, realisht nuk e di se sa nuk e di çfarë ti bësh, më kupton? Se kjo shkaktohet nga anksja dhe nga stresi, përditshmërisë si arsye themelore. Pra nuk është se ti mund të marrësh një ilaç apo mund të gjesh një kur për këto. Nuk e di nëse bën punë terapia, por realisht është momenti që me sa kam dëgjuar unë të kapin të paprgatitur.
Shas ndodh kur, der tash i kam qenë i shpëtuar, po si dihet kur. Nuk laroja sarmikut. Edhe prapë të vazhdojmë me këto teoritë konspirative. Mbase diku mund të gjej një hoxh ose një prift nga ato pusullat që mbahen poshtë jastikut. Qyqja, unë kam frikë. Ç'a janë ato? Duket sikur e ndjedh vetë që do vi dëgjoj e keqe dhe po ruhen. Disa persona të cilët shohin për shembull ëndra ose makthe ose nuk e kam dëgjuar ndonjëherë, nuk kam rast për paralizën e gjumit, por e mendoj diçka të tillë. Janë disa nuska që i bëjnë një person i cili është fetar dhe merret me atë punë. Për shembull, mund të jetë një hoxh ose mund të jetë një prift. Okej, mendova se ishin thjesht letra me shkrime fetare nga Bibla ose Kurani, nuska është gjë tjetër. Këto mund të mbajnë poshtë jastikut për shembull, dhe persona që shikojnë makthe her pas here kanë thënë që janë ndaluar makthet, nuk kanë parë më. Nusët kanë vënë aty kur kishin e vogël, mos apo me fiksime. Kur kam qenë e vogël vendoste mami për mua, tani vendos vet. Nuk e di pse. Të duket sikur ndjell të keqen vet. I kam shumë frikë, nuk e di pse, më rrëngjëtet mishi kur mendoj. Dua të përmend edhe diçka për fen që përmendi Irisi, ka shumë njerëz që mendojnë që feja ka qenë një farë ndalimi për njerëzit që kanë dashur të bëjnë çfarë duan që të bëjnë më përpara. Kjo është nga teoritë konspirative që besohet më shumë nga njerëzit. Në çfarë sensi? Unë se kuptova këtë. Për shembull, feja më përpara është shpikur, shkrijuar që njerëzit të frenojnë instinktet e tyre, kupton që të mos të bëjnë gabime, kupton? Pra për të sunguar për të mos qenë të lirë totalisht. Po. Nice, unë besoj kështu që nuk ta suportoj këtë, kështu që nuk e hedhin poshtë. Vazhdojmë me një për historive tuaja. Te ka shkruar një vajzë e cila thotë: kur isha 10 vjeç jetoja në një pallat që kisha të hapur një terracë mbi shtëpinë time. Shpesh dilja atje me babain për të parë qytetin, por një ditë ndërsa po rria vetëm dëgjova një zë gruaje. Kur u ktheva, pash një grua me një fustan të bardhë spitali, me sy të zgurduruar dhe me një buzëqeshje të frikshme. Ajo fliste në përdhëm, por nga tmerri, unë thjesht vrapova drejt shkallëve dhe u rrëzova pranë derës sime. Erdhi gjysha dhe më tërhoqi për të më futur brenda. I tregova menjëherë këtë rast babait dhe ai dilte të shihte gjithashtu se ku qëndronte gruaja. Ajo qëndronte akoma para derës së terracës dhe direkt kemi lajmëruar policinë. Policia erdhi, më vonë u mor vesh se ajo kishte ikur nga një spital psikiatrik. Këto janë realisht ngjarje të frikshme që mund të ndodhin. Pra nuk janë xhinde, nuk janë shpirtra, nuk janë fantazma, po është probabilitet shumë i lartë. Domethënë çfarë mund të kishte ndodhur ndoshta në një situatë tjetër, ai një fëmijë i vogël 10 vjeç, tjetër arratisur nga psikiatria, ndoshta se i bën ta asgjë të keqe, më kupton, mund të kishte ikur, do kthej prapë edhe aq. Po sa i lartë shansi që të ndodhë një gjë e keqe se ku diun ti fusësh një shtyrë nga terraca. Këto janë ku ta diun, mendoj që janë gjëra që realisht njerëzit duhet të kujdesen dhe të fiksohen. Fiksimi s'është asnjëherë i mirë se. Mos thjesht keni parasysh ruani, se mund të ruani nga qeni, po mund t'ju kafshoj një psikiatrik më mbrapa. Po pra, okay, mund të ruhesh nga xhindet, po mund të të hedhin nga balkoni një i smur psikiatrik që është arratisur. Dhe janë më të larta nga një i çmendur se sa një xhind. Po. Vazhdojmë me një histori tjetër. Unë nuk e kam lexuar këtë, kështu që do jetë reagim kështu live. Po se kur i çojnë mesazhet, një raporton ti hapi ti lexoj. Isha rreth 4-5 vjeçë dhe po shndroja te shtëpia e kushurisë sime në fshat. Më kishte zënë gjumin në kolltukun e dhomës së ndenjes. Në mes të natës më del gjumi dhe përballë kisha një dritare të madhe. Si e përgjumur që isha, po shikoja drejt asaj por diçka më kapi syrin. Përballë meje, duke më parë, ishte një siluet burri me flokë të gjata dhe një kapele. Ngriva komplet sepse i ndjeva sytë e tij që më shihnin. Nga frika thjesht u çova nga kolltuku dhe ika vrap te kushurira. Të nesërmen në mëngjes i tregova historinë kushuririt tim të madh dhe ai më sugjeroi të kontrollonim kamerat e sigurisë. Duke parë minutë pas minute të gjithë natën në dritare nuk u shfaq asnjëherë ndonjë çun me kapele. Që nga ajo frikë që përjetova si fëmijë, sa herë kaloi periudha stresi, përjetoi paraliza gjumi dhe ai përsëri shfaqet aty. Dhe kjo ka qenë episod paralizë gjumi, se ne te marrëm te episodin me fallxhore kemi folur edhe pak për paralizën e gjumit, janë nisur nga aty. Po këtë burrë me kapele, unë kërkova dhe bile se kam thënë edhe te episodi atëherë, që është një ndër gjërat më normale që ti mund të shikosh në paralizë gjumi, pra janë të shumë njerëzit. Po, dhe aq më tepër kur je fëmijë. Për shembull, siç është ajo hija e bardhë e asaj gruas, nuk e di etj ose personave se ti e ke parë i ditë më tepër, edhe burri me kapele, pse të ka dalë ty kjo? Po. Me vërtet, domethënë nuk është shumë informacion Google-i. Jo, shikoj, jo, unë nuk kam parë gjë në paralizë gjumit, në ëndër para se të zgjohesha dhe më ka paralizë gjumit, po. Po, edhe për këtë një thonin për këtë grua në çash kjo, se nëse zallohet është grua burr një gjë me të bardhë. Po, edhe për burrë me kapele thonë që gjatë paralizës gjumit, po kryesisht për kalamajt. Është ky që është i parë kështu evidentues fare. Edhe
kështu pra, këto historitë tuaja, nëse keni të tjera të çfarë do lloj tipi, siç e tham në një impresion Ama pra jo më hapur. kështu me këto gjëra, se më duket sikur sot do më zëri paralizë gjumë. Ai inshallah jo mos Aman, mbill jo, keq. mos Po edhe harroj po të zurit i ke masnjëri. kryer imunitet tani, më kupto, kështu që ti sfidoje. Gishtë Për në shkak vogël, do të them shoqe. asaj hajtë të hedh filxhanin, ça fati do të Po. kesh. Dhe ta mendosh, ne po përmendim disa njerëz krejt normal që po vazhdojnë jetën e tyre dhe të mendosh që kemi dhe udhëheqës të cilët përballen me të njëjtat raste si ne ose kanë bestytni të ndryshme të tilla raste. Ne tani do themi teori konspirative. Ose Tën. dallavere të vogla që ne kemi Që ne dëgjuar që vdek. Kur qarkullojnë. diçka dikur i ka thënë, Po, për politikanët shqiptar, a janë vërteta? 99% jo. thjesht 1% po. Tem të hapur, shumë jepni si dhe ka. ju Po, mendimin shoqe, ne flasim. ne thjesht po themi çfarë kemi dëgjuar. Po, ju ndajni, janë apo s'janë vërteta? Po jo, si thot Bendi Fevziu. Po Kush do jo, nisi e po para jo, nga ju po dyja? jo, Po jo. Atëherë, unë di, dikush diçka më tha që Shqipëria udhëhiqet në bazë të horoskopit kinez. E kam dëgjuar dhe unë. Elaboronin pak mua atë pa informuarin. Tani thuhet që kryeministri, domethënë më përpara mendoja, Edi Rama, po. Thuhet që kryeministri më përpara mendoja se ishte më shumë tek fallxharët, kupton? Po. Se e shikoja shpesh në Fier kod. Po bisha. Mendoja se ikte më shpesh në fallxharë, se kështu ishte hapur nami në fakt, edhe para zgjedhjeve, sidomos ikte të njëra i linte shumë lek, shumë lek, nejse. Por fjalët e fundit, gojdhënat e fundit kanë vërtetuar. Më kanë thënë që Edi Rama është i fiksuar pas horoskopit kinez, saqë edhe flamurin e partisë që ai krijoi, Ngjyrën, flamurin. Ngjyrën e flamurit që ai krijoi ishte çka ke që shesh? Ngjyrën e flamurit. Vazhdo. Është ngjyra në dalluese e partisë, jo ngjyra e Po flamurit. hare, një Se soj e bën e flamurin e partisë si flamurin e vendit, po. Ngjyra Leila, Po. që ai ka zgjedhur për partinë e tij Revis Qoku, Hë? është bazuar tek kalendari Horoskopi. kinez, kupton, tek horoskopi kinez, sepse ashtu i kishte thënë horoskopi, ashtu E e tillë ka qenë vendosi. ngjyra më Atë in vit, ato po, vite. atë vit Leilaja ishte ngjyra e atij viti, domethënë edhe të sillte fat. Po të i ishte pas ka bërë fituar, hajër siç duket, sa i fitoi Fitoi zgjedhjet me Lilan, Mbajnë kështu këtë që. informacion larg politikanëve. O lulo. Horoskopin kinez vazhdojmë të Për- ndikim dhe ne pak para se të Dhe nisnim thonë nxjerrimet që- e këtij podcasti, nga ky informacion që Redi ndau me ne, ishim aq të interesuar sa fillom të kërkonim të gjithë se çfarë kafshi ishim ne në horoskopin kinez. Ç'a ishte teoris? Unë isha the goat. Po, Iris ishte dhia, ndërsa ti çfarë isha? Unë isha qen. Po, ti ishe Qen. Unë isha gjarpër, Jo çuditërisht. thot shumë. Besoj në horoskopit kene se i besoj Ua, unë i kryeministri. kam të merë gjarprind, kështu që nuk e di se si kam rastisur gjarpër, por kryeministri është dragua tek horoskopi kinez. E po ku di unë tash i shkreti që kam e lexuar herë me thënë drejtën. Me qenë se u preke Dhe çdo vendim që ai historia- merr, thuhet që e merr sipas horoskopit, si ti thot horoskopi. Ndoshta Ma horoskopi ka kishte thënë dhe thënë që horoskopi. mbyll TikTok-un në Shqipëri se do gjesh hajër. Po koza as hajër zbërje, kupton se të gjithë e përdor jemi, a këtu ja keni fut kot. Pa lidhe dhe ju prindrit që keni votuar po. Shok se do dalësh nga dera podcastit do të vi policia aty që punon. Po pra po, ja, Kush shik po sa vazhdon shto. TikTok? Unë s'po VPN. përdor TikTok. Vazhdojmë me histori fallxhoresh, edhe pra vazhdojmë me kështu me mite, nuk janë gjëra të faktuara, por na është thënë që Ilir Meta dhe ish bashkëshortja e tij Pse ish moj? e janë ndarë, Jo moj bashkë janë, e ka dalë deklarate du shumë. janë bashkë. Po moj. Okej, unë i ndava, ndishin i ndarë. Ka ishin informuar mu për politikën shqiptare, fa im që vije pa informuar dhe jap fjalë këtu. Pra, Ilir Meta Dhe Monika. dhe Monika Kryemadhi, Po. po, kanë një fallxhore që është aq e zonë, pra, Ilir Meta dhe Monika Kryemadhi kanë një fallxhore që është aq e zonja sa i ka udhëzuar ato për një hartë për të gjetur thesarin. Për të gjetë Ato Floririn, Floririn. i ka udhëzuar fallxhoria. Po, Po fallxhoria i merr dhe për vete, po ti kishte gjetë pse jo dha këtyre dy apo ka pas përfitimin e Kush e vet di dhe sa ajo. lekë kanë Lodhet sa fallxhore, e kanë kanë patur një me tikë interes, deri sa kush e atje. di dhe fallxhoria sa Florin, pjesë të Floririt ka përfituar. Ka shku dhe Monika me Ilirin kështu besoj se ato xhuxhat e Se ato përbardha. piratet, jo, ke Qa përshtypur ka jo? piratet Me ato gjën, jo me si xhuxhat e përbardha ajo miniera, çaj quhet ajo, po pra. Po mirë, Et mendoni meshme. se ndonjë nga këta Don't politikanët work ka bërë ndonjë how we magji?
Oh, Magji. Nuk besoj se zë magjia, nuk besoj fare te kjo, kështu që as nuk i futen fare kësaj teme magji. Tash sa kanë mallku njëri tjetrin ata dhe nuk është e habitshme që ti ketë bërë magji. Ose kundërshtarit, po? Mund këtë bërë Lulzim Basha magji, që të bëhet Ja, Luli ka hedhur fall. Që të bëhet çukin ngushtë me Edin. Unë ma domende që ato në të vërtet janë shok ngushtë, leça bëjnë kot si interesante zihen se e vdekme që nuk janë kundërshtar, po pra, politikan. Në fakt një teori konspirative që kam dëgjuar unë që nuk ka të bëjë me fallxhore dhe me çai bie horoskop, ka qenë për firmat piramidale në Shqipëri, që studja e vërtet thonë që është Sali Berisha. Firmat piramidale në Shqipëri besoj që s'kan ekzistuar ndonjëherë fare, thjesht ku diun ka qenë ai gjë koti, gjë, domethënë nuk ka ekzistuar mirëfill siç mund të jetë një firmë piramidale. Po thonë që këto ka qenë në krye Sali Berisha. Edhe këto janë teoritë vërteta që me thënë të drejtën duhet me u zgjidh se janë interesante. Po ku kemi ne ngre tani të merremi me gjëra serioze. Vërtet ishte gabimim. Kafe ndonjë gjë kështu çfarë janë këto? Më e madhe 3 ditë zgjat. Ajo ka zgjatur me shekuj. Më përpara. Kush me studia ka zgjat me sheku? Jo me studia nuk zgjati shumë. Për sa kohë që nuk e zhën akoma një zgjidhje do japësh tani 2025. Po mirë pra teori konspirative po themi edhe neve. Ore se Robi është kurioz nga natyra. Në fakt dita atë të Haklajve. Ça? Që fisin e Haklajve. Po, që është vrarë nga Saliu. Oh? Po. Jo vetëm fisi, jo vetëm djem, po edhe kushurin të miq të afër këto ndaj, po që Unë kam pasur dokumentarin për këta. Edhe unë kam gjë aty. Po pra, Marin Mema ka bërë atë më duket. Po. Po i shoh, ku diun? Me thënë drejtën, nuk jam interesuar për këto detaje. Jo, mam ka bërë përshtypje. E di çam ka bërë përshtypje që po si e thon njerëzit ta, po është vërtetuar. Ore, është familjarët. Familjare motra e njërit për viktimave. Po, njërit. Do të thënë vetë familjarët e viktimave e thon. Po, ata tani janë në Suedi, janë me azil politik, kanë fituar, domethënë çështjen, sepse përderisa është fituar çështja për azil politik, çfarë pretendonte se nuk është e vërtetë, po që mam ka bërë shumë përshtypje që janë ngacmuar edhe varret e të ndjerëve, që domethënë, okay, ti bën çfarë bën, po tani çdo gjë ka një limitë, Prap. E bëhet shumë dark muhabetin, tani u traumatizova, na traumatizut fare. Dëgjoni, nuk di një numër fallxhore, nuk e di se ku janë ato fallxhore që ju kam thënë për episodin e kaluar, sepse ka ndodhur në moment, domethënë nuk kam as numër, as adres, as gjë, kështu që ju lutem mos kërkoni më. Shkurt fare edhe po të ketë nuk ju ajet. Jo, sapo do të thë, po nëse ju doni, unë mund të bëj disa kërkime të vogla dhe mund të gjej diçka. Bëj shaka, bëj shaka, do jeshte sigurt dëshira. Se do, kush e di sa mesazhe do marrësh, e kështu për njerëz. Ciao, bëni follow në Instagram, follow në TikTok, subscribe në YouTube dhe bash shifemi të premten javës tjetër. Dhe kujdesuni për veten. Bye. Ua, ç'ne nuk tha revisti votoni. Po, votoni sa i bie data sot, nuk e di sa i bie data sot se për të llogarisë, ne xhirojmë pak më përpara se të premten një sekret i vogël, kështu që votoni se jemi afër. Ciao.